estetike, jam shumë pro, shqyqë që ka ndalë. Në momentin kur fillon me bë ndërhyrje, vjen shumë a shumë për me bë. Se shemi njëherë ndryshimin të ftyra jote. E që aty është esenca që me pasën kufinin për me nalë vetën. A di që e ku menu, ku më thonë, qa kësha bane, qa kësha punu, nëse kësha pasë, që të punë. Nuk di qa kësha punu. Ajo është kipi mrena që vjen, ku më thonë, nëse ti, a jeti, po më thonë, po më para gjykun, apo një është i mirë, ti një mirë, se me vjen një ko që vetë është dhe thu, qa ku më bo, pse e ku më bo qita. A di që e ku menu, ku më thonë, qa kësha bane, qa kësha punu, nëse kësha pasë, që të punë. Nuk di qa kësha punu. Seriozisht? Jo, kësha ba diçka se e di vetën që depërtoj. Zjeri diçka të re, depërtoj, bëj diçka. Po nashta e kom përkushtu shumë kësaj pune dhe gjithmonë e nxjerri ma të mirën për kësaj. Qa do që del në treg, e nxjerri ma të mirën. Po dhe që bjen që je konstant edhe kështu update me krejt trendet e gjithka tjetër edhe nuk e len me të bo bajat, sepse nga njerë din me të bo e puna që ti e bënë çdo ditë din me të bo bajat, po kjo është të mira kur ja ke gjithë qesin. Ka ndodhë raste që edhe unë një mërziti më bo bajat, po kajlën pushën, pa kajlën qosha, pa s'ki qka. Ti punë e ki. Ti ka ndodhë, nuk je gjithë disponim breva, është normale. Ose dikush ta prish pak disponimin, po nuk vë me leju. Kur vjen me një mosha, se ne kuptojnë apëtin qka është puna, qka është shoqënia, gjithë shka. Okej, shumë e sakt. A ka ndonjë trend të grimit që t'ka shoku? Ki thonë, unë e kom pa plot në rrjetet sociale, po tash më gjasë edhe pak nuk është që muj me imbajt në mend, po thjesht, poroj që të nas nuk vinë që ato trendet që zakonisht din me qenë në vendet jashtë, jënë disa me të vetit bajagi shokuse që për mu për shamull nuk janë bukur, ndoshtë ato mund me qenë trend. Po, a ka nëj... Nuk është gjithë shka e shet që është trend që të pëlqen. Po, shumë e vërtet. A ka nëj që t'ka shoku dhe ki thonë jo, që shto kur? Qa e më konë disa me do vetla, se di? Si valore, harkore ato. Komunizme. Ato në artistike ma shumë, kreative. Vëdin puna që nëse do me bëha diqka për një postem, ose ashtu sa e dje që një nuse me vetla, valzume nuk del me vellën kryos. Po, bash. Ama mundet marë, nuk është që dje dhe marë. Jo, që asë ndodhë, të na që asë ndodhë është diqka që i presim krejt. Me nënësi mos me egzageru, mos me dal jashtë që nuk të pëlqen sy, diqka, nuk është e knaqshme. Qka ti, një trend që ty nuk pëlqen, për ty është shumë keq, është shokuses. Pa të kje që me paragjyku se, sepse njeri që është njët vetë, sinqerisht, ajo është kipi mrena që vjen, këmë thua nëse ti, a jeti, po më thujnë po më paragjykun, apo një është i mirë, okej, ti një mirë, se me vjen një ko që vetë është dhe thu, qa ku mbo, pse e ku mbo qito. I bjen pishman, I bjen pishman, po nuk jam veç për egzagerimet më dhoja, estetike, jam shumë pro, shqyqë që ka ndalë, po pëse mësë më dokën, nëse është mundësia pëse mësë më dokën. Po, një me është e vërtet që në momentin kur fillon me bë ndërhyrje, vjen shumë a shumë për me bë. Se shemi njëherë ndryshimin të ftyra jote. E që aty është esenca që me pasën kufinin për me nalë vetën. Momentin që atër për me nalë vetën, sepse ajo me ku dalin edhe gjana tjera. Edhe tash shumë kape atyne që i ka ndoshtë edhe mi hekën. Ka ndoshtë edhe mi hekën, edhe pëse është... publikisht plot, e di që veç kanë thonë që... Po, e ka provu, unë një okej, në dikush të një okej, edhe po du mi hekën, është kitë okej, pëse jo. Okej.